Ama kush e din veç Ebu Hurajra që ka emrin? Ebu Hurajra ka emrin Abdurrahman ad-Dawsi, prej fisit Daws, Abdurrahman. Po Ebu Hurajra baba i mocës si ka thënë. Ebu Hurajra bëhet musliman. Edhe vjen Medine. Kur vjen Medine, pejgamberi alayhis salam është në Khayber. Dhe të edhe në Medine me ly pejgamberin, e kish lënë thot zavensin e vet për namaz, edhe u folë thot mastina në Medine. Llogaritin vitin e 7. Vitin e 7 të hijretit vjen Ebu Hurajra në Medine për 3 vjet e i ruan hadithet dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe thot u folën në Medine në xhamit pejgamberit alayhi salatu wassalam, e imami thot që e kish lënë që e zavendësoi ke pejgamberin alayhi salatu wassalam, thot më kujtohet që e ka lexuar namaz Wailun lil mutaffifin alladhina, to hona ka mojt men leximin e parë të Kuranit. Pastaj Ebu Hurajra vjen me nonën e vet, është tregimi e Ebu Hurajras me nonën e vet, tregim interesant, por nuk është që na lidhet shumë neve me ngjarjen tonë, por kryesorja, ndërsa Ebu Hurajra, një person i cili edhe pse vjen ka fundi i jetës pejgamberit alayhi salatu wasallam, Allahu e bën sebeb edhe do ta ruaj sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Sot ka hadith që e nim edhe s'ka mundësi më kon transmetues tjetër kush pos ka thonë Ebu Hurajra, transmeton Ebu Hurajra për 3 vjet o vllazni. Viti 7, 8, 9, 3 vjet e gjys. Për 3 vjet e gjys. Që sa folësh ti edhe unë. So hadithet e Ebu Hurajras e kena mësuar. Mi po shta thuhet Ebu Hurajra. Edhe kena me vdek, edhe ka më bo kiameti, edhe para se më bo kiameti. Përdesa ka musliman, kanë me thonë transmeton Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Tërsa transmeton filoni e tjetër s'ka për arsye se nuk kanë punu për më transmeton. Allahu në përmisoft, Allahu në bof me i dasht këta njerëz dhe këta burrat mëdhej, me ecë rrugës tyne, me i përngja punën e tyne, me u bashku me ta në xhenetet e Allahut të lartësuar, me mbi gjithë, me mësuesin e tyre, me mësuesin tonë, me dashurin tonë, me më dashurin tonë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam.